Bismillahirrahmanirrahim. Të agjeruarit në Zvicër, Ramazani në diasporë. Në kuadër të ligjëratave të Komitetit Musliman Shqiptar të Zvicrës, po e përgatis këtë ligjërat duke tentuar të jap një qasje në këndvështrimin tim sfidave dhe mundësiave të praktikuarit të fesë në Zvicër, por sot do t'i fokusohemi këndvështrimit të agjerimit. Të dashur miq, kudo që gjendeni, urime muaj Ramazanit, Allahu u apranoft mundin tuaj, lodhjen tuaj, etjen tuaj dhe urin tuaj. E Allahu a ktheft me të mira atë ditë kur do të kemi nevojë. Unë po i fokusohem drejt për drejt i temës time të cilën e kam zgjedhur për sot, duke dashur që ligjëratët e Komitetit Musliman Shqiptar të i pasuroj edhe me një ndërhyrje nga ana ime. Që në vit parë dua të i fokusohem shkurt agjerimit si agjerim dhe dy termave që kanë të bëjnë me agjerimin dhe Ramazanin. Në vit të dytë do të mundohem të koncentrohem në elementin të agjeruarit në Zvicër, cilët janë përparësitë dhe cilët janë vështirësitë, pra sfidat, dhe së treti do mundohemi të shohim si janë aktualitetet e nxënësve tonë, studentëve tonë, punëtorëve tonë këtu, dhe së katërti ndoshta cilët do të ishin zgjidhjet dhe si funksionon aktualisht. Muaji i Ramazanit është muaj në të cilën Allahu ka bërë obligim agjerimin, pra muaji i 9 në kalendarin islam. Dhe agjerimi është të përmbahesh nga ushqimi dhe nga pija dhe çfarë do lloj ushqimi që i japim trupit në një periudhë të caktuar të kohës, pra prej paralindjes së diellit edhe deri në perëndim të diellit. Është interesante që shpesh përzihen këta dy terma në shoqërinë tonë, por nuk ka të keqe diçka, nga se nuk bëhet me ndonjë keq kuptim ose me ndonjë qëllim. Por nganjëherë thuhet, a e ke prish Ramazanin? Çka e prish Ramazanin? Dhe fjalë të tjera që në fakt pra e sqaruam. Ramazani është një muaj në kalendarin islam, pra kalendarin hënor, që është muaj i 9 me radhë, dhe ky nuk mund të prishet, nga se është një muaj. Kurse agjerimi është ai i cili mund të prishet ose të bëhet i pavlefshëm, më mirë me thënë. Allahu në Kur'an pra e përmend agjerimin në surën Al-Baqara duke thënë: o ju besimtar, juve u është bërë obligim agjerimi ashtu sikur që u bë atyre përpara juve që ishin me qëllim që të jeni të devotshëm. Një prej elementeve që neve na e bën më të lehtë agjerimin në komunikim me popullatën ku ne jetojmë është edhe vetë ajeti i Kuranit. Për shkak se ajeti i Kuranit na bën neve me dije, sikur edhe atyre të tjerëve, që edhe këtu ka ekzistuar agjerimi, pjesërisht edhe ekziston dhe nuk është një fenomen i ri që futet në shoqërinë zvicrane dhe këta pra nuk e kanë kurrë të njohur dhe ne do duhet ta sqarojmë, ta interpretojmë dhe ngjashëm. Jo. Allahu na thot sikur ata të cilët jetuan përpara jush gjithësisht u obliguan me agjerim përpara jush. Kur e pyetën pejgamberin e Allahut, tregoi se ata janë të krishterët dhe të qifutët. Pra, fjala agjerim që në gjuhën gjermane përkthehet fasten dhe përdoret po ashtu në disa elemente në shoqëri këtu, ekziston në fjalorin dudën të gjermanishtës me qindra vite pra. Dhe kështu që një prej lehtësimeve tona është nuk ka nevojë për me u sqaru shumë çka është agjerim, nga sa ata e dinë, neve na takon vetëm ta sqarojmë formatin si e praktikojmë ne. Që mos t'ju marr shumë kohë në lidhje me agjerimin dhe formatin ton, për shkak se edhe parafolësit të mi kanë shpjeguar në këtë kontekst, por edhe shumë dietarë dhe hoxhallar tjerë shumë më të mëdhaj se ne që kanë shpjeguar këtë, unë po tentoj t'ju jap juve edhe një qasje të dytë në lidhje me aktualitetet në Zvicër. Në Zvicër, sa për informatën tuaj, jetojnë diku rreth 550.000 deri në 600.000 musliman, kurse popullata e përgjithshme është afërsisht 8.700.000 banor. Prej këtyre
550.000-600.000 musliman, ka dikun 63 komunitetet ndryshme, që komuniteti më i fuqishëm musliman në mesin e këtyre 63 është komuniteti shqiptar, me afro dikun 320.000 musliman. Këta njerëz që jetojnë këtu dhe veprojnë këtu dhe mundohen natyrisht të bëjnë një sintezë midis jetës sociale ku ata jetojnë dhe midis jetës fetare të cilën ata e praktikojnë, natyrisht në perëndim ndesh nganjëherë në udhkryq, apo në kryqëzim, apo në kundërshtim me njëra tjetrën, dhe kështu që besimtarët musliman mundohen me formatin e tyre, me performancat e tyre, me autoritetin e tyre që e kanë në vendet e punës dhe kështu me radhë, që ti i kalojnë këta. Duke nisur për shembull namazi i xumaz në një ditë të punës, duke nisur për shembull namazi në vendin e punës, apo tashmë edhe agjërimi. Sfidat që i sjell me vete agjërimi në këtë muaj dhe në këtë vend janë: sfida e parë, flasim për kohëzgjatjen e ditës të cilën agjërojmë. Pra, natyrisht se dita në perëndim, dhe sidomos në perëndimin e largët, është shumë më e gjatë në sezon të verës se sa në Mekë dhe në Medinë. Dhe këtu në Zvicër, po ashtu që në periudhë të verës na vjen deri që të agjërojmë diku në 16 orë e gjysmë. Kjo kohëzgjatje krijon natyrisht pyetje edhe te njerëzit tjerë, edhe te jo muslimanët, po pse jo edhe tek muslimanët. Dhe derisa të arrihet të kuptohet për shkak se Allahu në Kur'an nuk ka kërkuar për neve 10 orë, 12 orë, por prej lindjes deri në perëndim të diellit. Dhe kjo bën që kohëzgjatja të jetë natyrisht më e madhe në krahasim me vendet të cilët janë në mes ose të cilët i afrohen Ekuadorit. Sfida e dytë me të cilën konfrontohen besimtarët musliman në Zvicër është natyrisht mungesa e përkrahjes sociale apo socialo-fetare, sikur që do të ishte në vendet muslimane. Përkrahja socialo-fetare është që shumica e këtyre banorëve janë musliman, në gjitha anët ekzistojnë xhamiat, thirret ezani, janë njerëzit agjërueshëm apo jo agjërueshëm, pa marrë parasysh, por ekziston ana sociale muslimane dhe kjo e lehtëson natyrisht në qoftë se një person dëshiron të agjërojë. Sa i takon në Zvicër, kjo mungon dhe kështu që personi si person duhet të vetë fokusohet dhe të jetë shumë i bindur në punën të cilën dëshiron të bën, me qëllim që të mund të vazhdojë agjërimin e tij të rritën dhe në këtë kohëzgjatje. Natyrisht, kjo ka edhe anën tjetër, që quhet përparësi e personit, nga se ai përmes kësaj vetdijes së tij forcon dukshëm vetë kontrollin mbi vendimet e tij personale. Prej sfidave tjera në Zvicër dhe në gjithë anën perëndimore natyrisht është edhe balancimi i jetesës sociale që e ka të përditshme me njerëz të tjerë, qofshin musliman apo jo musliman, dhe kërkesave fetare apo tradicionale që i ka. Në këtë rast po përmendim në fakt pra, nëse ky person dëshiron të falë namazin e sabahut dhe të shkojë në punë, në fakt do të flasim kur është namazi i sabahut. Nëse ky person për shembull dëshiron të falë xhuman, do të shohim se gjatë periudhës së verës xhumaja është në orën 1:30, kurse në orën 1 vetëm se kanë filluar këta me punë dhe me angazhimet e punës. Në anën e tretë është Bajrami dhe dita e lirë e Bajramit. Në anën tjetër kemi pasur prej sfidave tek nxënësit tonë nëpër shkolla. A do të mbajnë agjërimin përderisa ata do të kenë lëndën e edukatës fizike, në cilën do të duhet të vrapojnë zakonisht shumë, sidomos në qoftë se kanë një projekt ditor ose ditë sportive që quhet. Ajo është me vërtet ditë e rëndë. Si do të sillen nxënësit në këtë, si do të balancojnë midis asaj të cilën thot hoxha në xhami, nga sa atje dëgjonaj, dhe midis asaj që thot mësuesi në klasë. Natyrisht njerëzit tanë kanë arritur deri te zgjedhjet e lloj-llojshme, por kjo mbetet dhe vazhdon të mbetet një sfidë edhe për të gjithë hoxhallarët të cilët janë këtu, nga se pyetje të njëpasnjëshme ju vjen hoxhallarëve si do ta zgjidhim këtë dhe si do ta zgjidhim këtë. Këta sfida sjellin me vete natyrisht edhe përparësi edhe mundësi. Në vit parë, këta njerëz të cilët me krejt këtë garamet dhe me krejt këtë zahmet dhe me krejt të komplikime arrin t'ja dalin në fund agjërueshëm dhe vazhduan të
e kryen punën e tyre në formë dinjitoze dhe e kryen shkollën e tyre në formë dinjitoze dhe nuk ju ra nota mesatare dhe asgjë për tyre, këta njerëz presin shpërblim më të madh te Allahu xhaleshanhu për shkak se sfidat ishin më të mëdha dhe këta i qëndruan. 2. Përparësitë e këtyre njerëzve janë se këta e forcuan personalitetin e tyre dhe din të vendosin për jetën e tyre profesionale. 3. Mundësiat që sillen nga sfidat janë po ashtu edhe promovimi i dialogut ndërfetar. Pa me fol asnjë fjalë, njeriu që agjeron në vendin e punës së tij, komshiu i tij ose ai i cili punon dhe angazhohet afër tij e pyet pse sot nuk pin, pse sot nuk han. Dhe fillon automatikisht biseda mes njëri tjetrit dhe njëri mundohet ta sqaroj atë që din, tjetri mundohet të pyes kështu me radhë, duke i thonë interesant, s'kam dëgjuar kështu, kam dëgjuar kështu, dhe në formë me automatizëm futet dialogun ndërfetar. Nga përparësitë tjera për atë radhës është që njerëzit afrohen edhe më shumë. Kjo është në gjithë botën e në veçanti në Perëndim, nga se ato nuk do të kenë mundësi të dalin në shesh të qendrës dhe të festojnë, të kremtojnë nuk di çka Ramazanin apo Bajramin, por ata do duhet të vizitojnë xhamiet, të frekuentojnë faltorët dhe kështu që aty afrohen më shumë dhe fillojnë të krijojnë një lidhje paksa më të fuqishme të bashkësisë muslimane. Ata fillojnë të ftojnë njëri tjetrin në iftar duke tentuar të i praktikojnë rregullat apo traditat islamo-fetare që nga vendlinja dhe bile kemi raste që ftojnë njerëz në iftar prej 100 kilometrave, prej 150 kilometrave dhe kështu me radhë dhe fillon kjo lidhje në diasporë cila është e larguar në distancë të vendit dhe të hapësirës, fillon të afrohet edhe më shumë dhe fillon të ndjehet bashkësia muslimane pak si një trup më i fuqishëm. Integrimi në shoqëri përmes aktiviteteve dhe praktikeve fetare është po ashtu një prej mundësive dhe një prej përparësive të agjerimit në diasporë. Përderisa një person nga ju, nga ne, i nxjerr një pjesë të baklavës, një fëmijët, një komshiut, i cili nuk është musliman, ai pyet se pse është kështu. Atëherë ne ja konfirmojmë, ja vërtetojmë se është traditë në botën tonë, në traditën tonë kombëtare, në traditën tonë fetare, që në formë të iftarit apo të bajramit t'i nxjerrim një ëmbëlsirë edhe komshiut. Dhe në qoftë se gjishja jon dhe lokja jon ka bën një kulaç, të cilit kulaç i vjente era në gjithë mohallën tonë, ajo na jep të disa prej atij kulaçit që t'i shpërndajmë në për disa shtëpi në lagjen ku jetonim ose pse jo edhe më gjerë. Kjo ju kujtohet juve. Nëse këto praktika tani më i bën një musliman në diasporë në Zvicër, kjo sjell një lidhje midis banorëve të qytetit tanë, pra po i them kushtimisht, dhe pse jo edhe më gjerë, dhe kjo sjell një integrim në shoqëri ku jetojnë, nga se ana tjetër i nxjerr po ashtu një ëmbëlsirë në festat e tyre dhe kështu me radhë, dhe kështu që fillojnë njerëzit për një bashkëtesë të mirë, e cila bashkëtesë o sot o kur na duhet. Zgjidhja e cila do të mundsonte bashkëtesën e mirë, e cila o sot o kur na duhet, është në vit parë që të gjithë të njerëz të cilët jetojnë në një shtet të hapur, në një shtet demokratik, të jenë të hapur dhe të jenë të gatshëm të kuptojnë, të dëgjojnë edhe një anë tjetër, të shohin se si jeton një fe tjetër, të shohin se si praktikon një fe tjetër. Këtë e lëviz shteti zvicran në formë të madhe, duke bërë organizime të lloj-llojshme, të cilat thirren në tavolinë të përbashkët dhe në tryez të përbashkët për bashkëtesë dhe për të dëgjuar lutjet e njëri tjetrit. Pika e dytë është natyrisht fushata nga ana muslimane për të sensibilizuar rrethinën ku jeton në lidhje me sfidat që rrethinën do ta kaploj nga komuniteti musliman gjatë periudhës së Ramazanit. Pra, e parapregadit vendin e punës, vendin e shkollës,
njerëzit me cilët ka punë, rrethin ku jeton, lagjin ku jeton, për sfidat që mund të paraqiten në Ramazan. Pra, nëse xhamiat i kemi këtu dhe i kemi muslimanët në këtë vend, do ishte shumë e mirë që këta me fëqinjtë e tyre dikun 2-3 javë përpara Ramazanit të bisedojnë dhe t'i thuajnë që është muaj në të cilën ne shtojmë ibadetin ton. Është e mundshme që disa prej njerëzve me veturat e tyre t'ju shqetësojnë. Ne kërkojmë falje paraprakisht. Ne jemi të gatshëm këtë ta dëm shpërblejmë në ndonjë formë që është e duhur apo e mundshme. Dhe të krijohet një fushat në lidhje me këtë, duke ju treguar, duke i dhënë informata, duke ju shpërndarë fletushe dhe kështu me radhë që këta ditë dhe këta muaj mund të jenë paksa më të ngarkuara se sa në përgjithësi. Xhamia në cilën jemi ne, 100 banesave për rreth, gjithmonë para Ramazanit ju çojmë nga një pako hurma dhe ju a bëjmë për hajër faktikisht festat e tyre dhe të njëjtën kohë u a bëjmë për hajër edhe Ramazanin ton, i cili po i kap dhe i cili do të jetë pak më shqetësues për fëmijët tan dhe kërkojmë falje për çdo lëshim që është i mundur të bëhet nga tani. Propozim për zgjidhje për gjithë këta sfidat është që besimtarët musliman kanë mundësi paraprakisht të përgatisin pushimet e tyre ose ditë të lira sa i takon aspektit të Ramazanit. Pra, nëse ka autoritet të caktuar në firmën e tij, në kompaninë ku ai punon, mund t'i marrë këta 30 ditë të lira dhe të bëj Ramazan të qetë në shtëpinë e tij. Ose fundi-fundit nëse e zbret pra intensitetin e punës së tij për shkak të humbjes së energjisë gjatë Ramazanit, që ata të kenë mirë kuptim dhe se ky pas Ramazanit ata do ta e korrigjoj, do ta e zëvendësoj apo ngjashëm. Zoti ju lënë shëndosh, e bëft këtë agjerim për ju shëndet të trupit tuaj, e bëft mëshirë të varrit tuaj dhe e bëft xhennet për ju. Kudo që jeni, ju falenderojmë përzemërsisht, mbeqit mirë, wassalamu alaikum wa rahmatullah.